Shifeni nga të rallat herë që unë dhe Hekri jemi përpara dhe jemi vetëm. Mi gjatë ditës, mi dalë për të bërë një hunting. Mi dalë që të bëjmë hunting për tapet, sepse nuk kemi tapeta në shtëpi. Na duhen. Pasi pash në gjithë Gjakovën, nuk ma mbushi mendjen. Përveç se njërit që mund t'ishte, që këta të shkojmë deri tek medreseja, the old medreseja, që të shohim sepse funditës këto dyqanet të tjera paka shumë njëti mall kanë, kështu që thash, bëjmë një xhiro të medreseja sot. Jam duke pritur Hekrin këtu në buzë rrugës, se gjetëm një parkim, se kaosi që është gjithmonë këtu, ja ko erdhi. Por që më bëri përshtypje kjo qendra tregtare këtu, se kisha parë asnjëherë, Emerald quhet dhe nuk e di si është, po kishte ca dyqane si qendrat e tjera tregtare. Pas shumë kërkimesh këtu, u kthyem te i njëjti vend që kemi bler tapetin para 3 vitesh, kur e kam bler pikërisht për shtëpinë tjetër që kemi pas të liçeni, që u kam pas bërë dhe një home tour që ju pëlqente shumë. Dhe e gjeta akoma dhe më lirë se kur e kam bler atëherë, fiks te ky vend i fundit, dhe atëherë kam pas bler 90 euro, sot është 85 euro sepse ishin të fundit, 2 me 3. E mora shumë të thjesht, me qime të ngjeshur, në mënyrë që mos të futet dhe pislëqet, se dini ju si është me baton më shumë, se Rio, kemi vite që jetëm me Rio dhe nuk bën aq pisa bën bato. Dhe pam shumë gjëra interesante, njëri më pëlqeu shumë, që po e tregonte Hekri, po ai kushtonte diku tek 800 euro dhe direkt ishte i preferuar im, po sigurisht nuk e morëm, se nuk është shtëpia jonë, ndoshta një të arme dhe mund ta marrim si investim dhe ta mbajmë për shtëpinë, po nuk i diet asnjëherë çfarë rrëdimi do kishte shtëpia jote, kështu që por ajo ishte i preferuar im dhe sigurisht më shkoi i syri tek shtrenjta, i thash Hekrit, po, thash, një gjë që më pëlqeu kushtonte, ja po pres Hekrin që do silli tapetin. Dhe do shohim se si do duket, është shumë i thjeshtë, dhe i thash Hekrit, dhe nëse nuk na pëlqen, mund ta përdorim për dhomën me batos momentalisht, ose për dhomën e gjumit, ose thjesht e përdorim një kohë dhe pastaj e zëvendësojmë, kështu që do t'ja tregoj pastaj. Ja po ja tregoj dhe vendin, ja ku është ai aty. Nga gjithë vendet e medresea, ky zotëria kishte tapetat më të bukur, kam parë dhe shumë të tjerë që nuk e dija kam arritur t'i bëj video apo jo, por foto po, se nuk doja as të dukesha sikur çfarë isha duke bërë. T'i vija dhe në ciklet, ishte burr dhe grua me sa kuptova dhe kishin përzgjedhje shumë të bukur të tapetëve në rast se doni diçka pak më të veçantë këtu tek medresea me çmime jo shumë të larta dhe me materiale të mira. Ja ku po vjen dhe Hekri. Tu people, ja ku e morëm. Të shohim tani se si do duket, se un kam vërë një album këtu tek telefoni im, ku shoh në një gjë inspo për shtëpinë, në një detaj vogël që mund ta adaptojmë dhe e ruaj. Dhe kryesisht të gjitha këto inspot që kisha ruajtur, ishin të gjitha me tapete shumë lisho, apo jo Hekër? Sepse duke qenë se shtëpia ka këtë stilin neoklasik dhe unë dua t'i jap pak vibe në të njëjtën kohë modern, pra ta bëj pak më kontemporan, se po përdor gjithë to fjalë. Paka shumë të gjitha këto që më pëlqenin ishin me ngjyra pak më neutrale, duke qenë se unë perdet i kam mbajtur dhe perdet kanë goxha rëndesë dhe marrin goxha vëmendje dhe gjithashtu është duke më pëlqyer shumë tavolina mermer, nuk e di a do e marr të tillë, nuk e di a do e bëj me porosi, por i thashë që kam dëshirë më mirë të marr një tavolinë pak më të bukur, më të rëndësishme, kështu nga këto të mesit, coffee table që quhet, se sa të marrë një tapet me shumë lule lajle, sidomos këtë vit ishin shumë në mod këto tapetet me rilieve, pra si të gërryra. Por që, siç thash, për të pastruar, pastrohen sigurisht një fshesë e mirë me korrent i pastron, po me baton sidomos, serios nuk po i hyn qafare, po me baton problem. Një gjë tjetër që më bëri shumë përshtypje ishin që tapetat e bardhë ishin shumë në mod, si ja bën njerëz ti mbani.
Si ja bëni me fëmijën në shtëpi? Hekër, çfarë po na bën sot për dark? Pite tigani, ja shikojni. Duken shumë yummy. Kështu që së shpejti duam recetën. Nëse e doni komentoni, por shikojni. Që është sekret. Që është sekret, okej, na jep të pjesën tjetër të paktën. Hajde, me duar, si që po e bëjesh parë. Jo, s'ke ndryshë. Jemi duke bërë transferimin e linjës e internetit, por nuk po gjejnë dot kanalet, sepse jam bërë punime mbi punime dhe po pis shtëpia zërë si kush është pastruar, ja shikojeni, gjithandej është kështu. Ja dëgjoni edhe zhurmën në muhabetet, gjërat kanë gjysmëore që kërkojnë, kanë çmutuar çdo prizë. Mirëmëngjes. Ky vlogu më duket do jetë pjesë të ndryshme nga ditë të ndryshme. Jam duke ikur në punë. Është e shtunë sot. Kemi quar batun 2 orë në qerdhe, se dje mbajtëm në shtëpi e sot do kemi trasërimet e fundit nga shtëpia. Ndërkohë, unë po nxitoj pak, se ka shumë trafik. Vlogu është copa. E di. Jam duke u bërë gati, ti ki në punë. Kemi bërë ca ndryshime në dhomë, të jo të tregoj për pak. Ajo kam thënë që i kemi bërë, nuk e di çfarë ju kam treguar, nuk mbaj mend, sepse kam gjuar në ditë ndryshme dhe shikoje. Më thënë kruaj, pastroj, laj, shikoj thënë temi dhe duket që me të djathtën kam larë më shumë. Do t'i heq. Se një nga gjëra që kam më bezdi është kur ngel manikyri kështu, më mirë pas gjë. Jam këtu tek gjërat e mia të Adës, Ada Herbs, Adës, e bëra si tjetë shoqja ime dhe do përdor këtë kremin që pothuajse e kam mbaruar, më ka pëlqyer shumë, ma ka mbajtur të hidratuar lëkurën, pavarësisht se ka filluar ky sezoni i ftohtit dhe hapet me një herë shumë mirë, ja shikoni. Jam pak me nxitim se do ikim punë. Thjesht do t'ju bëja një update i thëndshin se kam qenë duke u marrë gjithkohës me shtëpinë. Dje kemi dorëzuar çesat e shtëpisë tjetër, kemi dorëzuar para kohës, se them drejtën, kemi këtu 4-5 ditë që po flem, sepse ishte bërë e pamundur. Gjithkohës flia ndej, sill gjëra këtej, pastro këtej, saqë u bëra lëmsh dhe i tha Hekri nuk mundesh më kështu, tha, do ikim dhe erdhëm. Ndërkohë që lyhem shpejt, do të thoj që kam nevojë për një fshesë të mirë korrenti. Atë që kisha të shtëpia tjetër e lash aty sepse nuk punonte siç duhet, përveç asaj, sikur lëshonte njëra të çuditshme nëpër shtëpi dhe kjo më bezdiste shumë. Era të çuditshme nëpër shtëpi kam verrem, nuk më pëlqejnë, kam përdor fjalën verrem. Domethënë
shumë shumë jargon, shumë street style. Nuk më pëlqen fare, kam shumë bezdi. E thënë në gjuhë pak më letrare. Dhe dua të blej një fshes të re me korrent. Këtu jam duke fshirë me fshes tradicionale dhe nuk është se po zgjidh shumë punë, sepse parketi mbledh këtë pushrat qimret pak më shumë se sa pllaka dhe i bie që 1-2 rrifshi se mes batanijeve, mes gjërave të leshta, mes batos dhe shumë dhe rios, por rio është ai që bën më pak, kemi një lëmsh total. Kështu që nëse keni ndonjë këshill për ndonjë fshes të mirë me korrent, nuk do të thotë që duhet të jetë se s'bën Dyson i fundit, sepse edhe të harxosh 700-800 euro për një fshes me korrent, nuk e di a jam gati mendërisht, nuk e di. Se më duket pak too much, por jam shumë e sigurt që ndoshta ka fshesa të tjera shumë të mira me një buxhet pak më të mirë për sa i përket fshesës me korrent, fshirjes së shtëpisë, sepse nga ana tjetër ja kanë vënë syrin në robotit, në mënyrë që ta programojmë dhe të kalojë çdo ditë nëpër shtëpi të fshihet të lajë të mbledhë këto plurat e mëdha, se do të kuptoni që asnjë nuk do t'ja bëj punët siç i bëni ju. As roboti, as kompania e pastrimit, as gjë. Dhe by the way, më keni pyetur shumë në poshtë videos, pikë së pari unë nuk bëra bashkëpunim fare. Ju e dini që unë ju tregoj këtu gjëra që realisht bëj, që përdor, që harxoj lekët e mia, kohën time, dëshirën time dhe çdo gjë tjetër. Jam gjithmonë super transparente dhe shpresoj që dhe ju ta vlerësoni këtë gjë, sepse realisht ju tregoj jetën time. Dhe unë isha shumë e vetëdijshme kur mora kompaninë që asnjë kompani nuk i bën punën siç i bën ti. Asnjë, sepse ne i kemi syrin për shtëpinë tonë ndryshe, më kupton? Megjithatë, kompania dola shumë e kënaqur për çmimin që pagova, karriket janë nxit, ai këndi është nxit, se nuk e keni idenë si kanë qenë. Unë që i kam parë e di dhe prandaj mund të vlerësoj punën, por sigurisht unë jam duke pastruar edhe vetë, prandaj kam dhe këto gjërat kështu, këto gishtat këtu. Se do s'do një detaj i vogël që ka dalur, ose fakti që sillen gjithkohës rrobat që janë sjellur, këto jo interneti, gjërat e tjera, jo ne jetojmë këtu tashmë dhe shtëpia sigurisht vazhdon të bëhet pis. Por për një dorë të mirë, për të pastruar ja vleti dhe madje edhe një nga ju që më ndjek dhe përshëndes, më tham, dha feedbackun që edhe ajo kishte ngelur shumë e kënaqur për atë gjën që ajo kërkonte, më kupton që kërkoja dhe unë. Sot përdor pak foundation sepse më duhet të xhiroj një video kur të kthehem nga puna dhe jam shumë e lodhur dhe mendova të jap pak më mbulim fytyrës, edhe pse dini që unë rrallë e përdor. Përveç kësaj kam hequr pjesën e çimeve mbi buzë dhe e kam pak të skuqur. E thënë gjëra gocash. Ashtu kam kërkuar kur isha në Gjakov për mbulesa për divanin dhe nuk arrita të gjeja në tonalitetin që po kërkoja dhe u vura të kërkoj online. Përveç se sigurisht kishte edhe në Temu, po në Temu them drejtun nuk është se doja shumë për shkak se i doja dhe pak me përmasat ka këndi këtu dhe nuk isha shumë e sigurt për materialin, edhe pse në Temu deklarohet materiali, kështu që nëse blini në Temu shikoni materialet. Unë i bëj gjithmonë, ja u këshilloj dhe juve kudo që të blini. Dhe kështu pas disa kërkimesh gjeta një faqe online që bënte kështu mbulesa divanesh, këndësh me porosi, materiali thoshte që ishte pambuk, madje materiali quhet Zara, nuk e di, por do t'ju them nëse ja vlen apo jo, duhet më vinë në fundjavë, shkuan diku tek 37 euro qepja, materiali dhe transporti plus 3 euro, pra totali më shkoj 20 euro. Okej, nuk më duk ndonjë çmim kush e di çfarë, duke qenë se këndi këtu është shumë i madh, pra më duhej gjersi 90 cm dhe pastaj gjatësia të ndryshme. Megjithatë, kur të më vinë do t'ju them nëse më kanë pëlqyer apo jo dhe nëse rast se ju nevojitet pastaj faqja. Ja u them.
Përveç kësajt, sot pranotova dhe larjen e 2 tapetave që kemi marrë. Nuk kemi marrë të gjithë tapetet nga shtëpia. Në fund, pronari i shtëpisë na kërkoi që t'i blinte të gjitha gjërat që kishim në shtëpi. Dhe neve kemi marrë përveç rrobave tona, piktura, lule, libra, pothuajse asgjë, përveç se 2 tapetave që unë nuk kisha ndërmend t'i lija sepse është persiani që është origjinal dhe tapeti i fundit që kishim që na e solli mami Hekrit, na dhuroi mami Hekrit para ca kohësh, që është dhe i familjes Hekrit dhe unë këto gjërat e vjetra të familjeve gjithmonë i ruaj. Gjithashtu dhe komon që kishim marrë nga familja Hekrit, atë e kemi çuar te zyra Hekrit se këtu nuk kishim ku ta vinim dhe aty përshtatej më së miri. Dhe kështu people, divani që ju pëlqente kaq shumë jeshili, që vazhdoni të komentoni gjithë kohës ku e kisha marrë, është tek shtëpia e vjetër që do jepet me qira, tani kush do ta ketë për kismet, domethënë. Dhe kështu, pra pak gjëra kemi. Kur ishim në Gjakov të dielën, Bato nuk është se fjeti shumë mirë dhe menjëherë thash okay, po smuret. Dhe në ditët në vazhdim, gjithë javën nuk ka qenë shumë mirë, na ka lënë pa gjumë një javë dhe vura re që do smurej nga ndonjë viroze radhës sepse filloi të kishte dhe një aromë të rëndë nga goja dhe kur është kështu e di që është viroz. Nuk ka patur temperaturë, them drejtën, ka patur vetëm një ditë 38.2 dhe na thirrën nga qerdhja. Gjithashtu e kemi çuar në qerdhe sepse ato kanë preferuar që ta mbanin këtë kohë kur nuk është shumë i smur, kur nuk ka temperaturë të tjerë, sepse nuk duan që të shkëputet tani me që është mësuar me qerdhe. Dhe asgjë filloi ju acaruan të gjitha mishrat e dhëmbëve, shumë keq u bë, domethënë dhe përveç se ndonjëherë që i kam dhënë pak paracetamol kur ka pasur temperaturë pak më të lartë, pra 38, nuk kam patur mundësi të jap asgjë. Tani është shumë më mirë dhe më në fund, pas një jave që nuk po flinim, filluam të flem prap. Kam përdorur vetëm një gel që me sa kuptova përdorë edhe kur të ishte ajo këmbë gojë duar, ajo sëmundja tjetër që u bie në qerdhe, por që këtë herë nuk ishte, thjesht kishte një acarim shumë të madh të pjesës së gojës, mishave të dhëmbëve ishin të kuq, kishte vështirësi në ngrënie dhe sigurisht kishte sikletë të mëdha, prandaj nuk flinte. Dhe kështu e kaluam dhe këtë. Dhe fiks së morën fundjavë, që ne jemi për të kaluar fundjavën, bëjmë diçka dhe asnjëherë nuk arrit do të bëj asgjë. Dhe përfundoi t'ju tregoj vetëm hallet, shtëpia, hallet, puna, po me sa duket kjo është jeta, që do bëjmë? Tregojmë këto gjërat që na ndodhin. Do t'ja tregoj xhelin patjetër që ta keni parasysh nëse ju ndodhet e njëjta gjë. Okej, ftivova pak flokët se duke i mbajtur të kapur gjithë kohës. Do bien vetë. Si që shikoni, krevatin e kam kaluar këtej dhe këtu jam duke bërë një kënd leximi, që është akoma work in progress dhe aty kam vendosur krevatin e Rios, por që do ta ndroj në mënyrë që të përshtatet më shumë me shtëpinë. Tani shikojni pa ku është. Shikojni. Gjithashtu ndoshta avut re dhe që kam vendosur libra nga ana tjetër e tapetit, sepse ishte shumë e përthyer, në mënyrë që të flej pak, por zbulova një metodë tjetër që ishin akulli, domethënë do merrje akull dhe ja vendosit në të gjithë linjën që doje që tapeti të shtrihej dhe i lije që të shkrinin. Dhe në këtë mënyrë shtrihe komplet tapeti. Unë se provova se me Baton në shtëpi s'ka shanse, por që interesante ishte. Nëse e provoni më thoni, akoma duke marrë pozicion flokët. Ja pra, shikoni. Gjithashtu këtu është ky këndi i librave. Nuk kam vendosur akoma se ku do t'i vendos librat. Jemi kështu në ajër, por që do shohim. Siç e pat poltrona që ishte këtu në sallon, u vendos andej dhe këtu do sjell poltronën që kemi marrë tek familja Hekrit para disa vitesh, që ka shumë vite, është shumë vintage dhe do ta sjell sërish këtu. Tu është televizori, ndoshta do ta ndrojmë dhe aty është lulja, e famshme lule që ka zënë një kënd të caktuar, por ndoshta do ndroj
edhe vazon, ndoshta do marr diçka, ndoshta në mermer, ndoshta, se se herë thash të fjalën sot, por që ndërkohë këtu kam bërë trekën dhe voilà. Gjithashtu do ta shoqërojmë me sallatë me kos, por më në fund nuk e do gjatë sot, sepse kjo soba me induksion ishte shumë e fuqishme, 2 ditë rresh kam ndjekur çdo gjë dhe më ka ardhur aq nat, madje më erdhi aq nat dhe thash, ok, do ta marr me lehtësi dhe do qesh dhe bëra batutën në social media në Instagram, se që të bëja tjetër. Ky është kremi që po ju thoja që i mora Batolinus, nuk e di, a duket. Dhe kaq për momentin. Shpresoj që mos të duket ky vlog shumë crazy. Ne do shihemi sërish në vlogjet e ardhshme. Mos harroni të bëni subscribe, të lini komente dhe të pëlqeni video në rast se ju ka pëlqyer gjithmonë dhe gjithashtu dhe të sugjeroni kanalin tim. Kjo vlen shumë për mua, më ndihmoni shumë që të vazhdoj të bëj content dhe që të keni më shumë vlogje dhe video. Dhe unë ju përshëndes.